Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet publike shëndetësore janë kthyer në një minjer kontratash për kompaninë Meditech, pronarët e cilës kanë lidhje me partinë në pushtet. Që nga viti 2021, kur lëvizja vetëvendosje mori pushtetin, Meditech me bashkëpronar Arjanit Jakupin ka fituar plot 174 tender publik. Vlera e tyre mbi 89 milion euro. 3 tenderët e fundit u fituan më 22 dhjetor të vitit 2025, për furnizimin me material, për hemodializë, për nevojat të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, Meditech i fitoi 40 tender vetëm në vitin 2025, 55 në vitin 2024, 47 në vitin 2023, 23 tender në vitin 2022, 9 në vitin 2021. Këta tender janë dhënë nga Ministria e Shëndetësisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës dhe institucionet e tjera të rëndësishme publike shëndetësore. Por si është e mundur që një kompani të fitoj kaq shumë tender? Arjanit Jakupi, njëri nga pronarët e kësaj kompanie, ka mbajtur pozita publike, përfshirë atë të kryeshefit ekzekutiv, të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, të kryetarit të Odës së Farmacistëve të Kosovës dhe ekspertit të jashtëm të shëndetësisë, gjatë kohës edhe kur ministër ka qenë Arben Vitia. Madje, hiç më larg se në fillim të vitit 2023, Jakupi kishte qenë pjesë e grupit punues për programet specifike me barna dhe material medicinal nga lista e barnave esenciale për vitin 2023 në cilësinë e ekspertit të jashtëm. Dhe rezultati dihet. Tender për furnizim me barna nga lista esenciale fiton kompania Meditech. Pikërisht në vitin 2023, Jakupi i bashkohet kompanisë Meditech dhe atë si bashkëpronar. Pra, kjo do thotë se në një periudhë jo të largët, ai ka qenë pjesë e grupit punues për programe specifike me barna nga lista esenciale dhe më pas ka kaluar si bashkëpronar te kompania që fitoi tender për furnizim me barna nga lista esenciale. Vox Kosova e kontaktoi Jakupin. Ai mohoi lidhjet me vetëvendosjen dhe u thotë se në sektor privat ka kaluar në fund të vitit 2023 pas shumë vitesh angazhim në institucione publike. Vox Kosova ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia dhe nga dikasteri që ai udhëheq, por kanë refuzuar komunikimin. Kjo nuk është ngjarje një tenderi apo dy, por një sistem ku fituesi përsëritet mbi 170 herë. 174 tender publik, mbi 89 milion euro nga buxheti i shtetit. Tender të dhënë nga institucionet më të mëdha shëndetësore të vendit. Dhe në qendër të kësaj skeme, një zyrtar i sistemit që sot rezulton përfituesi i tij.